Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në video në radhës. Sot do bëjmë këtë Range Roverin që pa ta ble për të rejsh karrelin. Ky është Range Roveri 2008-ës, autobiografi, 3.6 naft. Ky është versioni autobiografi dhe disit i ka të autobiografi si zetëshe. Kjo i ka gomat Pirelli Scorpion fakt të 4-ta, i ka bleja që ka pas për para, jo unë. Më janë një qikë të shtrenjta. Këte këtu ja ka vu vetë, besoj, se duket se del nga fabrika me këtë të kromumen. Tashi, këtu mrapa, këto kanë një tip smunje gjitha që ndrysh këni qikë. Edhe kjo e kishte, po këte e mora për qëllimin për të rheq karrelin, kështu që atë punë e bonte edhe nuk u lodha fort. Këte është në proces, edhe këte dhe e bëjmë. Tani kam i lajmë, besoj do pëlqej edhe do vlejet gjithve. Unë për vetë e kam vite që e përdor Car Vertical edhe para se me ble makina, edhe ato që janë nën kant, futem edhe i shof. Si e ka majtë për para, ja kanë lull kilometrat, se nëherë duket në makinë tepër e mirë për të besu, edhe kur duket tepër e mirë për të besu, ka në e gjo aty. Kam folë edhe vetë tash që më dha mundësia me Car Vertical, edhe u kam kërku një kështu discount code, është ALCAR-CZ, edhe në qëse shkruni këte, merrni me 20% ullje paketën për kontrollu makinën, ose mund të klikoni linkun që është në description edhe e keni direkt 20% ullje. Është program që u lejon që me numrin e shasisë makinës, me gjetë historiku në makinës, me pa a ka pas aksidente, sa pronar janë ndru, a ka qenë përdor si taksi, a ka qenë e vjedhme, a është me kredi në bank, ti tregot gjitha. Edhe do e shohim bashk i shembull, do shoh Range Roverin që kam ble. Unë e përdor këtë para se të blej makina për herë. Tash kjo është shumë e lehtë. Në Angli e ke opsionin për ta futur edhe me targ, po për shtetet e tjera kjo punon 40 shtete, vetëm numri i shasisë. Unë po fus targën, e jep check vehicle. Kjo pastaj vazhdo aty loading i bë ato kërkimet e veta e bë gati. Kur të jetë gati thot ju report is ready, vetëm është view my report edhe pastaj t'jep gjitha. Po ky për shembull Range Roverin dalin gjithë familjet aty 200 e ca mijë ndër vite, dalin edhe që s'ka qenë i vjedh as i përplas, e ka pastaj t'jep edhe këto dhonat të tjera, peshën e sa e ka taksat në vit e gjitha gjonat. Range Roveri në 2008 është regjistruar për herë të parë, deri në 2018 e ka pas një pronar. Pastaj nga 2018 deri në 2024 pronar tjetër, 2024 i tjetër, pastaj e kam bleun. E dalin pasaj edhe këto emotite, gjitha këto, për qa ka ngell në emotiv, për qa s'ka ngell, si e ka kalu, se ka kalu. Kjo funksionon edhe për makinat e shteteve tjera, anglisht ta jep kështu, ato vendet e tjera, të jap gjonat të tjera, si ta ketë të vetën, e përdor se ja vlesë, me këta e kuptos se qa e të morë. Tashi, këtu është autobiografi. Që të gjithë përfshi dhe vetën time, kena boj gabim, më thojnë za, këtë modelin e Range Roverit e quajmë Vogue. Ky është thjesht Range Rover, as sport, as Evoque, thjesht Range Rover e ka. Sa atëherë vetëm një model ka pas Range Rover. SE, HSE, Vogue edhe autobiografi janë kështu nivele, trim levels, janë nivele se sa opsione ka. Siç ka pas Benzi klasik, elegancë, avantgard. Tash niset me SE-n, është HSE-ja, pastaj Vogue, pastaj më lart autobiografia. Shumica ka pas Vogue edhe ne i themi Vogue këtyne. Po në të vërtet thjesht Range Rover e ka. Edhe këto dritat kur andalë në fillim kanë qenë të verdha lart kuqe poshtë, pastaj në 2006 kanë bë transparente lart kuqe poshtë, edhe versionet supercharged që edhe me sa duket dhe këto autobiografi i kanë transparente të dyja. Normalisht llampat i ka të verdha dhe të kuqe, po shumë pamje duken transparent. Kjo këtu është arsyeja pse e bleva. Kjo është me ganxh fabrike edhe me këtë që e lidh korrentit këtu e ka me 7 pin me 7 vrima. Ai karreli ka me 13, po është i konvertuar vetëm me edhe e lidh. Edhe ka nga fabrika, kur e lidh thet ta jep edhe te crosskoti që është lidh trailerit ta jep dritën. Kjo është dhe me kamerë, tu ka fshirësën të shep me sensor të parkimit. Isoj edhe këte, edhe te ky krau këtu, është ndrysh ky çik. Kështu e kanë këto të gjitha. Po kanë pas 2 facelifte, një në 2006-ën, kanë pas edhe faceliftin e madh në 2009-ën. Që është ndru më shumë stopat, është ndru crosskoti mrena, është bërë digital. Këto Range Roverat kanë edhe i gjotë bukur të bagazhi, që hapet në 2 pjesë. Hapet kjo pjesa poshtë. Edhe mund të rish këtu edhe qofësh atë lojën e polos ose
të kesh bësh gati çiften për pjatelin. Tani ta shohim edhe motorin. Kjo është motorin 3.6 V8 biturbo me 272 kuaj fuqi edhe 650 Nm tork. Ky është motori më i fortë i këtyre. Kjo makinë ka gati 220.000 milje, që i thonë ja 350.000 km, kështu që e ka tregu veten mirë. Fillim kanë qenë me 3 mishin me 57 BMW-s në linjë 6 pistonshëm, po s'ka pas fuqi fare atëherë. Pastaj kanë pas 4.4, po atëherë kur kanë dalë në fillim BMW-s V8 me aspirim, ai ka pas një 280 cakuar. Po edhe ai nuk është shumë i fortë. Më vonë pastaj ka përdorur motorat Jaguarit që ka dalë me 4.4 V8 aspirim, 4.2 supercharged, edhe këtë që është motori Fordit që e ka bë. Ky është i fortë. Te facelifti i madh në 2009 ka ik motori 4.2 edhe 4.4 me aspirim, është bë 5 mishi me aspirim edhe 5 mishi supercharged me 510 kuaj, që kanë qenë motorat Jaguarit. Edhe ky 3.6 ka net 1 ose 2 vite deri në 2010-ën. Pastaj është bë 4.4 V8 biturbo, më i fuqishëm, me një 340 kuaj mos gaboj, pak më problematik se ky, po prap jo sa i Peugeot. Tani ta shohim edhe interiorin. Tash këtu e kemi autobiografi. Kjo është me qepje, lëkur, bokset i ka Harman Kardon, këtu lart ka këto xhamave, tapicerinë ka me 2 ngjyra. Normal kjo ka goxha kilometra dhe është konsumuar çik. Po prap nuk është gjendje të keqe. Timonin e ka druri, shumë bukur. Më pëlqejnë këto timona tek sa gjeneratën, më pëlqejnë goxha. Ekranin se ka digital, po në 2009 është bërë digital. Timonin e ka me ngroje. Këto komandat e volumit për të lëviz këngën. Këtu ka cruise controlin, dritat, prap crosscode me qepje, shumë i pastër. Te facelifti i parë i kanë bërë këto lart. Ato të parat s'kan pas versioni i parë fare si ka pas këto. Ka 2 kështu crosscode, këtu ka për të fut DVD e gjona. Ka edhe këtë tjetrin poshtë. Frenat e dorës si ka elektronike. Kamin 6 marshe ZF. Kjo është me sendile me ngroje dhe ftoje. Ka këtë për të 2 krahët. Klimën automatike. Ka këtë orën analoge këtu Range Rover. Tu kontrollon navigatorin, shef sistemin 4x4 të makinës, kompjuterin e bordit. Nuk është se ka në hapësirë të madhe. Kto i ka të mira, këto cup holder si ka të mëdha. Tu ka këtë 12 voltën. Gjitha në lëkur. Kjo është me baxho. Lart. Sendilet i ka shumë të rehatshme. Pozicioni është shumë i mirë. Shef si e shef komplet makinën. Edhe i ka këto dritaret shumë të mëdha, edhe fut shumë dritë, edhe duket sikur je komando çdo gjë nga këtu. Po, te ka edhe Range Rover ka këtë tjetrën që nëse del dielli anash, ka 2 për këto të syve. Këtu dallohet që është makinë luksi. Ta shohim edhe mrapa si është. Edhe këtu është shumë e bollshme, ka goxha hapësirë. Edhe para sa dush ka hapësirë tu për komët, nuk ke asnjë lloj problemi. Tu ka këtë xhamit, është me televizora në 2 krahët. Këtu në mes ke pultin për të nes televizorat për të kontrollu. 2 cup holders këtu. Te secili krah ka kufje. Tu ka me lidh me dash pajisje audio, sendilet i ka me ngroje të dyja, edhe klimën e kontrollon këtu. Ka këto të vetat si zonë 3. Ka hapësirë goxha shumë e bollshme, shumë e rehatshme. Edhe këtu ke pamje, ke hapësirë si ka dritaret e mëdha, edhe i ka goxha poshtë. Vin goxha poshtë dritaret. Edhe shef mirë, nuk është keq, por rrugë gjata duket që është shumë e rehatshme si makinë. Tani ta marrim i xhiro edhe range-in, se di se kam përmend përpara, po xhamin e ka kështu dopjo. Sendilet me ftoje. Maux me televizora. Unë s'kam pasur rast me provu përpara. Edhe ky është Range Rover i parë nga i këtij modeli L322-shi që provoj.
Edhe më ka pëlqy shumë makinë e mirë. Për çmimin e që është morë kjo, me këtë çmim s'ke makinë më të mirë se kjo, në botë ma mërmenja. Motori 3.6 V8 turbo naft i përshtatet shumë. Llogarit që kjo ka bo 2400 km kur erdh nga Anglia me karrel mrapa me Kia, dhe 800 km ka bo me karrel, po prap me Cadillacun. Tash është dhe s'pa karrel, vetëm tu të rej shpesha ka qenë dhe tash. Normal është makinë e rëndë dhe madhe. Po edhe fuqi ka boll. Kur jep gaz ecën, se ka problem. S'len rrugë as për parakalime, shumë e rehatshme. Si vark. Nuk s'ke çaj thu, si shko. Nuk është sportive në përkthesa, po nuk është kjo qëllimi kësa makine. Te nuk e blej dikush për qenë sportive, te e blej për ati, për siguri. Sistemi na o gjësë ka të mirë Harman Kardon, me qepje gjithanej. Çdo gjë. Për off-road pastaj s'pyt ka këto terrain response. S'ke nevoj fare për me me i zgjedh, jo gur, jo kështu, vetëm automatike ta zgjidh vetë, s'ke nevoj fare, se nuk e ka problem, po nëse do mu fut më thellë, futesh e i zgjedh edhe ato vetë terrenin. Frenat ka mirë, frenat i ka Brembo. Kjo autobiografi është me këte tapicerin me 2 ngjyra. Kjo është me 229.000 milja, kupto? 360.000 km. Dhe prap si ka timoni herë është takull. Se dilet mund t'i bësh t'i sjellësh, nuk janë të çame se dilet, janë të sarit me qik, kjo pjesa këtu, te armresi është e çame, po t'i hysh për ta majt i rregullon, nuk janë gjona të ndaja. Fakti që ka shku kaq kilometra, do me thonë që s'është edhe aq keq, ose që ka pas probleme janë bo. Pra ne mora dhun me kaq kilometra, edhe pse gjeta edhe më lirë se kjo, me më pak milje, po s'ishin autobiografi, në fakt vogjeshin edhe HSE e njona. Kjo është perfekt fare. Kamion ZF6 Marses pyt shumë e fort. Tash kësaj është bo rebuild, është ndru kreti ka tuke fatura për një 3.000 ca pound në argju veç me kamion. I tash për makinë, për ditëshmërie janë perfekte. 4.400 naft të facelifti, ka më shumë fuqi edhe tork, po sigurisht pak më problematik. Se kom provu, po ky nuk duket i keq, 272 kuaj, 650 Nm/m, nuk është se janë keq. Nuk janë shifra wow, është gjithë kjo makinë, po keq s'janë. Perfekta fare dhe ishte autobiografi e 2009-2010, që është facelift. Aja dhe ishte perfekt, në ngjyrë i jeshil të errët. Perfekte fare. Dhe që si kjo ka pas edhe mretnesha. Elisabeta vetë ka pas përdorë si kjo. Prap si këto përdor Jeremy Clarkson ka vite, që përpara Ala ka, ose ai Harry që është njoni, është komshiu Jeremy's, edhe ai bo video në YouTube i Evo Magazin, i revistës Evo, e harrova mbiemrin ati Harryt, po edhe ai përdor po të njëjtën, 3.6 përdorin të dy. Jo se s'kan lek ato me morë të reja, edhe jo se s'kan provu të reja, kanë edhe të rejen. Ai Jeremia kishtë edhe të rejen. Do të Challenger, rrezik dhe 3.6. Shumë e mirë. Si shko në për këto asfaltin e kësaj, nuk e dallo fare. Si mbire, hapësirë pastaj sa të dush. Vërtet se ecë boll, sa të dush, kjo nuk është makinë garash, po jo se s'ka fuqi.
Ka pastaj modeli I ri ka pas edhe Supercharge 5000 me 510 kuaj, një 700 Nm/m, se kanë pas ato. Ai është pak më I shpejt. Shumë makinë e rehatshme. Tani të bëjmë edhe konkluzionet edhe mbylljen e Range Roverit. Ka kalu ca ditë, është përhapi çik kjo video në faza të ndryshme. Këta e kam përdorur për ditë tash masi ka marrë në Shqipëri. Me thonë drejtëm, ka surprizu për mirë, është shumë makinë e mirë. Kam bo gjatë rrugë gjatë, edhe me karel mrapa dhe shumë e rehatshme ka qenë. E fuqishme sa duhet, kur jep gaz ka fuqi boll sa dush tërheq. Kjo s'ka Bluetooth për ta lidhur direkt me audion, po unë kam vu ta AUX një nga këto që vihet në bend ta AUX-it edhe është me Bluetooth edhe e kam zgjidh me atë, edhe audion e ka shumë mirë se kjo është Harman Kardon. Sendilet me ftoje, tash që është vap I përdor. Kamera shumë e mirë, e lartë është me amortizator Mayer. Sendilet, kabina, çdo gjë shumë e mirë. Më ka pëlqyer shumë edhe makinë për përditshmëri, rrallë nuk më shkon ai tjetër më e mirë se kjo në mend. Edhe ndoshta e marr edhe këtë ca kohë. Po ideale fare dhe ishte me gjetë në një nga modeli facelift I kësaj, po me këtë motor. Jo 4.4 këtë. Çmimet tash në Shqipëri to varion, besoj te 8.000 euro shi, 8-9.000 euro shi e lartë, ato faceliftat janë më shtrenjtë, 15-14. Si përfundim, të makina sugjeroj edhe mu më ka pëlqyer shumë. Tash unë e kam thonë te video tjetër për Range Rover, po s'kam thonë për këtë motor, se duhet me qenë pak më specifik, edhe jo, unë them s'bë motorin në 63 që BMW, edhe tjetëri thotë, unë kam BMW seria 3, s'kam asnjë problem, thotë 8 vjet. Këto duhet me qenë pak, ky s'është motor Peugeot, ky është motor I Fordit, edhe ky është motor I Ford. Peugeot s'janë Ford. Kjo s'ka pas Peugeot, ky lloj Range Roveri, ka pas më vonë. Po kush është në treg për këto, ja vlen. Po vetëm mirë është mi marrë me opsione. Jo se s'kan pas, po fillojnë nga SE, HSE, Vogue, autobiografi. Tash autobiografi është më mirë, ka pas Westminster, që kanë pas si paketa tjera. Nuk është hargjo dhe aq shumë, mu më ka hargju 12 litra për 100, po duke të rejq 2 ton pesh mrapa, kurse kështu për ditëshmëri, ndoshta edhe më pak hargjo. Faleminderit gjithëve për mesazhet, për komentet, edhe ju që jeni të pa videon deri në fund. Nëse s'keni bërë subscribe, bojeni edhe shihemi në videon e radhës.